Nesër, një shqiptar mund të bëjë historinë më të madhe të boksit botror, duke rrëzuar një ish kampion bote. Emri i tij, Kristian Prenga, peshat e rënda. Rekord, 20 fitore, 1 humbje, dhe dëgjoni këtë, të gjitha 20 fitoret me knockout. Kundërshtari i nesër në Xhedah të Arabisë Saudite, askush tjetër veç Anthony Joshua, ish kampion bote, një nga emrat më të mëdhenj në historinë e boksit. Në letër, Prenga është outsider, por ai vetë nuk mendon kështu. Në konferencën për shtyp, ai i tha drejtë në sy Joshuas: "Jam shqiptar, nëse të kap, të premtoj se kur nuk e ndjer një goditje si e imja. Në ring nuk njoh dhe nuk kam respekt për askënd." Fjalë të forta, por a ka bazë prap atyre? Edhe ish boksieri Brandon Moore, që stërvitet me Prengën, thot diçka që po e ndez internetin. Prenga është fizikisht më i madh se Joshua. Mund ta godas njësoj siç bëri Andy Ruiz. E kujtoni Ruiz Joshua 2019? Një nga tronditjet më të mëdha në historinë e boksit. Nesër, një shqiptar do të përpiqet ta përsërisë atë histori para syve të gjithë botës. Ju besoni te Prenga? Knockout apo humbje e nderuar? Shkruani mendimin tuaj në komente dhe bëni follow për më shumë video nga sporti.